Shkon në gol out. Tom Bardoku. Margono. Bardono. Margono. Alishevës qysh në start lapi Gjilani 1-0. Të ndryshimet e rezultatit. Manaj rasti për dritën, nuk ka gol për sëri Manaj. Dhe për sëri nuk shë ekipin e Tugagjinit. Me Manaj që përfiton në këtë duel me Isenin. E pas taj sulmuesi nuk ja telt. Ma Dieniti Sufi në krapasimi. Elias Azulfi. Provon në zoni Sufi. Magjik. Lejtari më i miri Superligës. Në këto dhe nga kush pëson nga ta që drita nuk të shiu tani edhe më të dendura. Drita e cila sidomos në mbrojtje ka qenë guri e fort në edicionet e kaluara. Në zonë është Kristal Abazaj, mundësi e mirë këtu, Abazaj provon Margono, intervenon dhe goli vjen. Në arrin të shënoj Liridon Balaj. Ja shojmë edhe njerë këtu, Abazaj shumë hapësirë po ka në mbrojtjen e Tugagjinit. Liridon Balaj, njeri i cili gjeti golin e parazimit dhe asistoj në golin e epërsis. Ndesha e pesëm Iseni. Tani ky harkim drejt zonës. Jashtë portës Dabiqaj. Për ndryshe skuadra e dritës, kjo tani shmja është kampioni në fuqi që e një sezonin pasues. Ka mundësin e harkimit. Vjen krosimi në zonë. Elton Basri e largë. Mos në katë shumë shi që momentalisht ka në qytetë kohë të ftohtë. E shojmë edhe njerë kështë momenti për Isenin. Shkak të një të lëvije në zonë. Disi Balaj goditja nga distanca. Ka topin në duar Sirus Margono. Topin e vjellë skuadra e dritës, Zidane me një super argim në zonë. Nuk e shfryt zona i Zeraj. Mundësia një argimi, këj top në zonë rasti këtu. Nuk ka gol. Nuk ka gol. Provoj janë njerë këj argimi rëzik shumë nga krahu. Shtyllë minuti fundit i pjesës së parë. E fatë që nuk është në disavantaj me rastet e shumëta që ka pasur dritën. Elton Basri. Brapa pasimi. Margono. Fokusot portieri Margono. Shumë punë për të në pjesën e mëri. Rastesh që patën. Qëmë se si do shkoj pjesa e dytë e këtij takimi. 15 minuta pushim. Në sulm me inkuadrimin e Dardan Morinës e të ndihmojnë më shumë në repartin defansiv. Po pjesa e dytë, qëmë se si do shkoj. Gjem bashkëlejtarët. Drita të ejnë luan Margono. Provon të luaj me Ilja puna aty fare. Është dashur të mbajnë në ekip Pendrit Bytyshin, futbollistin e ri, i cili kaloi tek Tefik. Mustafa mund të harkimit, ky top në zonë, Balaj. Në duart e Margonos, nuk ka rivënje këndi.
Pas. Këtu mund tjetë Rozik, Margono gjithsesi e largon. Ajzeraj. Provon të arkoj, topi është në zonë, Margono e grushton. Dinoni edhe Viktor Hugo që i përmenda. Ja dhe një ndërkohë harkimi balajt dhe goli. Nuk arrin Tusha ta kthej topin në zonë për bashkëlojtarët e tij. Margono. Pasimi i tij mjaft mirë i menduar. Margono ka presionin e Sallifu, është topi humbur. Ajzeraj provon nga një distancë largët jashtë. Golin e tretë përballë Prishtinës së Re. Gjiliani golin e nderit përballë Lapit. U la aksionit të vazhdoj sepse vari do këtu Almir Ajzeraj arrin të dribloj, nuk e zë topin brenda vijave. Sallifu Ibrahim, goditja blokuar. Sa ishte avantazhi vendasve. Dram në fund në Bajram Aliu. Topi në duart e Margonos. Ka ko mjaftueshëm Dugagjini, por nuk e kemi parë më të qetë në fush. Pak agresivitet, grinta zero, fare. Margono. E te prang këtu portieri indonezian dhe mundësia për golin e tretë të dritë. Sallifu Ibrahim, rasti këtu. Nuk arrin të shënoj Sallifu Ibrahim, çfarë mundësie ka pasur për ta përmbyllur këtë duel. E ka përsëri shansin Sallifu dhe arrin të shënoj tani. Dy mundësi të një pas njëshme. Një triumf shumë i rëndësishëm para duelive evropiane. Dhe pasi e humbi portën pa portier. Një dhe një. 3 menti goli topi fituar mjaft mirë nga Zidane. Sallifu nuk shënon në timtimin e parë në të dy. Nuk e ndal topin. Një 100 sekundat e fundit të kohës së rregullt. Shka drita me merit shënon fitore para ndeshjeve evropiane. Dugagjini nuk pati fare puls dhe në Albi Mall Super League. Kjo është kjo. Jo, ta dhe për shkak se Ismet Munishi nuk ishte në stol, mirë po në tribun. Gjithsesi,